Ukraina është përballur gjatë natës me një valë sulme shqetësive nga Rusia, ku Kievi dhe disa qytetarë të tjerë janë vënë në shënjesër nga dronet dhe raketa. Autoritetet ukrainase konfirmojnë se janë shkaktuar dëme në infrastrukturën civile, ndërsa disa zona të kryeqytetit kanë mbetur pa energji elektrike dhe pa ngroje, në mes të kushteve të vështira dimrore. Sirenat e alajmit ajror janë aktivizuar në disa rajone të vendit, ndërsa mbrojtja ajrore e Ukrainës ka ndërhyrë për të neutralizuar dronet dhe raketa që afrohen nga veriu në juglindje. Sipas ushtrisë ukrainase, një pjesë e objektivave janë rrëzuar, por disa goditje kanë arritur të shkaktojnë dëme të konsiderueshme. Për shkak të intensifikimit të sulmeve, Ukraina ka kërkuar zyrtarisht thirrjen e një mbledhjeje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo kërkesë është mbështetur nga disa vende europiane, mes tyre Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Greqia, të cilat kanë shprehur shqetësime për situatën e sigurisë dhe ndikimin e sulmeve mbi civilët. Nga ana tjetër, Rusia pretendon se gjatë natës ka rrëzuar 10 drone ukrainase në disa rajone të vendit. Autoritetet ruse raportojnë se në rajonin e Volgogradit është regjistruar një zjarr i madh në një depo karburanti pas një sulmi me drone ukrainase, duke theksuar se shërbimet e emergjencës kanë ndërhyrë për të vënë situatën në kontroll. Në zhvillime të tjera, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konfirmuar se janë në vijim negociatat me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje tregtie të lirë. Sipas marrëveshja parashikon zero tarifa doganore për disa industri dhe pritet të shërbejë si një mbështetje e rëndësishme për rimbëkëmbjen ekonomike të Ukrainës pas luftës, në një kohë kur vendi përballet me sfida të mëdha sigurie dhe ekonomike.